prizmës. Një nga fjalimet, fjalët e Bundeskançelarit Merz, sigurisht ishte edhe kuintesenca e problemit në Davos, me Evropën e Bashkuar dhe në përgjithësi me atë koncept i cili sot në vështirësinë e madhe një kontinenti i cili po plaket se do të plaket, ishte një e re e cila të bënte të mendoje se dikush në Evropë, dhe nuk e kam fjalën për Macronin, nëse nuk e kam fjalën për von der Leyen, po e kishte fjalën për Bundeskançelarin. Ai thot kështu. Gjermania dhe Evropa kanë harxuar, kanë çuar dëm një potencial enorm, të jashtëzakonshëm. Jemi kampionët botëror të rregullave dhe të rritjes zero, të rritjes jashtëzakonshme zero, e thot në të shkëlqyer Merkel. Merkel ka përcaktuar shumë mirë se kush është Evropa sot. Është një faliment, është një falimentim burokratik shumë i madh Evropa. Kush vjet na thotë se Trumpi është i marrë, o nuk di çfarë është duke bërë, në mënyrë probabile, nuk ka kuptuar akoma se çfarë po ndodh. Por së shpejti do të bëhet i qartë. Dhe unë pastaj kam bërë një shkrim, kur kam thënë se pse kontinenti i vjetër i ngjan pak Shkodrës. Shkodra, këto 3 dekada post komunizmit, trashëgoi një nga demencat më të mëdha. E para u vesh me shpinë fashion të quajtur antikomunizëm. Një nga shtëpitë më të shëmtuara, më të degraduara që mund të ketë njerëzimi. E detyruar nga një ish komunist, po komunist në bindje, stalinist, bolshevik, si Sali Berisha. E ndoqën pas disa, e duar trokitën, edhe disa e ndjekin edhe sot e kësaj dite. Disa kanë ndruar rrugë dhe kanë bërë mirë. Por 3 dekada janë shumë. Është bërë me antikomunizmin e saj, Shkodra ka penguar veten, e ka shkatruar veten në zhvillimin e saj. Sepse sigurisht, i ka thënë i marr këti, i marr ati, të gjithë ata që kanë pas guximin të thonë të vërtetën, të gjithë ata që kanë pas të drejtë për drejtën, që e kanë marrë mendimin nga këtu, e kanë nxjerrë këtu, nuk e kanë çuar në stomak ose zorë qorre, dhe pastaj ta kthejnë këtu. I kanë quajtur të marrë. Ata që kanë thënë të vërtetën ishin të gjithë të marrë për Shkodrën antikomuniste. Po kështu është edhe Evropa. Ka shembuj Evropa. Evropa në vitet 30 i thoshte e marrë Amerikës sepse ishte filluar lavatriçe. Nuk e kishte kuptuar që është fuqia më e madhe e botës. Evropa i tha generalit Patton i marrë. Po generali Patton çliroi si Çilinë dhe pastaj Italinë, dhe pastaj Francën dhe Gjermaninë. I thoshin është i marrë. I thanë i marrë edhe Eisenhower dhe Roosevelt, sepse grumbulluan ushtrinë më të madhe të botës, të gjitha kohërave, dhe zbarkuan në Normandi, për të çliruar gjysmën e Evropës dhe për të ndaluar Stalinin për të dalë në Portugali, për ta bërë Evropën të flasë rusisht. I thoshin është i marrë. Realisht i thanë i marrë edhe George Marshall, që mori doktrinën dhe zbatoi doktrinën Marshall. Nxori nga fugarallëku dhe nga shkatrimi i Evropën dhe e futi në rrugën e demokracisë. Në fillim i thoshin është i marrë. I thanë i marrë edhe Trumanit, sigurisht ka bërë një krim, ka hedhur bombën atomike në Japoni. Po si pasojë e Amerikës sot kemi Japoninë vetëm demokratik në linjën e largët. Japoninë, fuqinë e 3 botërore, ose fuqinë e 4 botërore sot e kësaj dite. Një nga vendet më të pastra, më të mrekullueshme të botës.
më të rregullta të botës. Akoma më të rregullta se Gjermania që është në Evropë sot. I tani marrë edhe Kennedy kur doli përpara portës Brandenburgut. Dhe ju tregoi sovjetikëve, që është një berlinez, ju tregoi diferencën me disperëndimin edhe tyre. Në vitin 1990 bota e kuptoi që Kennedy kishte të drejtë. U pasë që ishte BRSS-ja. I thanë të marrë edhe Clintonit një pjesë në Evropë, që bombardoi Beogradin. Por kemi Kosovën sot. Kështu i thonë, i marrë edhe Trumpit sot. Por që ka shkatruar globalizmin, dhe po i tregon Evropës për ditë që është një vend i cili në ndryshim nga Amerika dhe shumë vende tjera, përfshi dhe Kinën, dhe shumë vende tjera, fuqi të mëdha rajonale, është penguese për zhvillim. Sepse qoftë se në Amerikë ka, ec, vazhdo, jepi, ec, mos u ndal, jepi, në Evropë ka, mos këtu, mos atje, ndalu këtu, kujdes këtu, mos atje, mos këte, kjo është Evropa. Si ka mundësi që të zhvillohesh me këto parime? Në një arsenal të jashtëzakonshëm burokracie, nganjëherë dhe kriminale, jo vetëm vonuese, po që i bën keq çdo lloj ekonomie. Ashtu si thot Merz, të famshëm për zhvillimin zero. Të famshëm, me një aparat burokratik i cili nuk mbahet më, kushton jashtëzakonisht shumë dhe pengon çdo ditë. Çdo ditë thot ky rregull. Të ishin të mençur evropianët, nuk kishin nevojë që të na vonojnë me 1000, ne ballkanikëve. Sa e morën vesh si ka dalë doktrina Trump, duhet na kishin futur me leje pa leje po mbrëm, jeni pjesë e Evropës. Hajdeni këtë gardhin tonë. Nuk do ishin marrë me rregullim institucionet, po do kishin rregulluar mirë qenë dhe institucionet vetë rregullohen pastaj. Nuk do kishte nevojë thotë mafia këtu, mafia atje dhe kërcet mafia akoma më tepër. Po do kishin pranuar, do kishin hedhur legët dhe kontrollohet edhe mafia pastaj. Futet edhe në burg. Mos këtu, mos atje dhe ky është zhvillimi. Ndërkohë që fuqit jashtëzakonshme rajonale, bie fjala siç është Turqia, ose siç është Brazili, ose siç është Indonezia, ose siç është shumë fuqi tjera, siç janë sot Pakistani, India, nuk kanë mos këtu, mos atje, mos këtej, mos andej. Po Evropa kështu është. Për fat të keq ngjan Shkodrës sotme, ku ti del, jep një propozim, do që të eci përpara Shkodrës, do që të bësh diçka, jo kjo, jo ajo, mos këtë, kjo s'na duhet, ajo s'na duhet, kjo është e këtij, kjo është atij, nuk mos këtë, nuk këtu, nuk atje, mos këtu. Është tipike e deprimencës së jashtëzakonshme të atyre që sigurisht mbijetojnë në sajt thënies mos, snuk këtu, atje, nal këtu, nal atje, rregull këtu, rregull atje, rregull te, rregull, pse kështu zhvillohet bota. Trump jo ka ndalur këtë punë. Përfundon, është arrogant, është i luajtur mend ta. Po s'kan kuptuar akoma, mirë thot Merz. Nuk e kanë kuptuar, nuk e kanë marrë vesh se çfarë po bën. I ka dhënë shtjelmin globalizmit, i dha shtjelmin edhe Kombeve të Bashkuara, po jep shtjelmin edhe Bashkimit Evropian, ruan se ka verdit ruaj NATO. Nesër, mas nesër do merret vesh edhe me Rusinë, merret vesh edhe me Kinën. Çfarë do bëj Evropa? Çfarë do bëj Evropa? Do vazhdojnë të kenë frikë, mos këtu, mos atje, mos këtej, mos andej. Edhe kur duan ta thonë një fjalë në mbrojtje të tyre dhe atë e thonë me gjysmë zëri. Edhe ne kemi shpresë të hyjmë ke kjo Evropë, nuk ka shpresë edhe Rama vetë, por nuk kemi rrugë tjetër. Sepse do të vazhdojnë me po të njëjtin zhargon, mos këtu, mos atje. Rregull tu, rregull atje, rregull ne, rregull ne. Po nëse ti je i mbytur nga rregullat e ku dallon prej socializmit Enver Hoxhës diku? Në kontrollin e përgjithshëm, ku dallon ti prej mos këtej, mos atje që na thoshte Enver Hoxha? Ku dallon? Përveç diktaturës proletariatit që të fusnin në burg. Ku dallon? Ashtu i kishim atëherë, mos këtu, mos atje, mos atje, mos i thuj këtij, mos i fol atij. Mos e thuj këtë fjalë, mos këtë, mos atë, mos këtë. Çdo më thon kjo punë. Ka vdekur. Davos i ishte ngritur për të promovuar globalizmin. Trumpi ja futi shtjen. Dhe duhet ta kuptojnë edhe ata aty që nuk ka ngjetit njeki kush mas. Dhe s'ka për të ngritur kjo punë vetëm ky drejtim. Janë shumë tjerë që nuk e durojnë më këtë mënyrë sjellje të një kontinenti i cili po merr në qafë veten, me anë disa burokratëve, me një aparat i cili është ngritur për të thënë mos,
dhe jetuar në luksin e burokracisë tyre, në një aristokraci të çmendur të burokracisë, si të them tash, burokracisë më ndaluese dhe më arrogante në rregullat e tyre të shpikura për të penguar zhvillimin, jo vetëm të shteteve përbërëse, po zhvillimin në përgjithësi të Evropës. U ngrit për të qenë më e zhvilluara dhe sot është vendi më me pak aftësi zhvilluese në botë. Në krahasim edhe me fuqitë tjera të mëdha të botës, s'po diskutoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kinën, por edhe me Japoninë, edhe me Korenë, edhe me shumë vende tjera në zhvillim. Me ato tigrat e Orientit, me lindjen e mesme, nuk mund të krahasohet me asnjë vend edhe prej nuk e di, Arabisë Saudite, nuk zhvillohet Evropa. Ato vazhdojnë zhvillimin, vazhdojnë ndërtimin. Është rritur Afrika në mënyrë eksponenciale në sa i të Kinës. Evropa e ka humbur Afrikën, përfundimisht. Bile në gabimet e imitimit e Evropës e ka humbur dhe Amerika. Sot po fillon ndonjëherë të angazhohet. Sepse sigurisht globalizmi, marrja me gejt, marrja me të drejtat idiote, të gejve dhe nuk e di, budalliqeve të tilla, të kësaj natyre, i la mrapa në zhvillimin ekonomik. Duke u marrë më tepër se demokracia është vetëm në atë dashurinë që duhet kemi ne për ndëshkueshmërinë dhe për gejt, harruan që duhet zhvillohemi, duhet prodhojmë, duhet kemi iniciativë. 1.000 nalesa, që të bësh këtë investim duhet kjo, janë 1.000, dhe këtë nuk e kemi ne. Pastaj futet përveç burokracisë futet dhe korrupsioni, sepse sa më tepër rregulla, aq më tepër korrupsion, aq më tepër dorovitje do të kesh. Dhe kjo është Evropa e bukur e sotme, të cilës i bien shtjen. Jo vetëm Trumpi thjesht bien sy. I bien shtjen gjithë, i bien shtjen Rusia, i bien shtjen Kina, e sulmon ekonomikisht. Ajo zhvillohet, ti jo. Ajo shet, ti shet më pak. Ajo ul çmime, ti i ngre. Atëherë, kush do ta blej ty një Mercedes që bën 120.000 euro me një byti që të vjen këtu me 20.000 euro. 20 lodhen dikur, thotë bjerë marr atë, teci. 5 vjet do t'i bëjnë, ai pastaj do ta tres. Shkurt kjo punë. Nuk po flas për testën, që sigurisht shet më tepër se gjithë. Dakor, miqtë mi.